shihet pas ekranit janë ulërimat. Tani sapo ka dalë, është publikuar kënga më e re, projekti muzikor i yti. Po, me Xhanin. Kemi shumë këngë në arkiva, nuk është vetëm kjo. Kemi punuar shumë në studio, por po mendojmë që t'i nxjerrim avash avash dhe të jenë domethënë të mirëmenduara shumë mirë ato këngë. Duam që t'i djegim. Mendon se skualifikimi jot ishte i padrejtë? Po. Patjetër që e mendoj. Doja të dija, bazuar në figurat që kanë qenë pjesë e televizionit, që tani më nuk janë më. Po. Është dikush që të ka inspiruar ose që do doja që të ishte përsëri pjesë e televizionit? Dikush më inspiron vërtet shumë. Një figurë më inspiron Alketa Vesiu. Më pëlqen shumë se më duket shumë profesioniste në atë që bën. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e 6 të Biu Podcast. Sa po kaluam edhe ditën e rinis, keni si ndihesh që episod pas episodi koha po kalon shumë shpejt? Përshëndetje miq, kur e mendoj se si nisi ky rrugtim që nga episodi i parë dhe deri tani kanë kaluar shumë histori, shumë emocione dhe shumë elemente që na kanë inspiruar si vetëm ne dy, po edhe ata që na kanë parë. Dhe ku ka më bukur që mund ta përmbledhem me një shprehje shumë të thjeshtë që koha kalon shumë shpejt dhe është shumë e artë. Për të vazhduar pastaj, ti më pyet e mua, unë dua të të pyes ty, po për ty. Unë po ndihem shumë mirë, episod pas episodi shikojmë të rinj shumë ambicioz dhe kështu është edhe ftuara jonë sot. Është vërtet, sepse nëse do të flasim për modën, do të na kujtojë eksperiencën e parë në She's on Top, nëse do të flasim për gazetarinë, do të na tregojë për artin e fjalës, apo edhe për këngën, një ndër pasionet e saj lidhur me muzikën. Kohët e fundit moderatore e 2 podcasteve në vetëm kaq pak kohë, kush tjetër përveç se Kristina Korra. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për prezantimin, je shumë të mirë. Unë jam shumë e lumtur që ndodhem këtu me ju, pas ka shumë energji të mirë. Shumë faleminderit. Edhe ju uroj shumë suksese dhe inshallah ju shoh sa më lart sepse e meritoni. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kristina, për ta filluar pak në fillimet e tua, si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijërinë time gjithmonë e imagjinoj me motrat e mia. Do të thënë unë jam shumë e lidhur me 2 motrat e mia. Kam një motër binjake dhe një motër më të vogël. Dhe kam patur shumë kujtime të bukura me ato, përpos që ziheshim si çdo motër dhe çdo vlla kështu, kam patur shumë kujtime të bukura. Nëse më pyet për shembull a ke vuajtur në fëmijëri, a ke patur ndonjë kujtim të hidhur, më shumë kam kujtime të bukura, nuk di të them që mund të kem patur ndonjë kujtim të hidhur ose domethënë ka qenë e mbushur plot me gjëra të bukura. Që në fëmijërinë time jam angazhuar shumë në art. Këtë di ta them, kam qenë në balet kur kam qenë e vogël, kam qenë në pikturë, kam qenë në për sporte të ndryshme, sepse babin e kisha shumë të dhënë për sportet dhe donte të më fuste edhe në sport, po unë isha pak delikate kështu edhe gjithmonë anoja më shumë te pjesa e artit, te kisha më afër zemrës. Çfarë mund të them tjetër për fëmijërinë është që jam shumë e lumtur me atë fëmijëri që kam krijuar sepse jam sot kjo që jam, kreative, me imagjinat, kam luajtur shumë kur kam qenë e vogël, kam pasur shumë shoqëri, edhe jam shumë mirënjohëse për atë fëmijëri që më kanë dhënë prindrit, se pa ta nuk do ishte e mundur. Identiteti i një njeriu formohet nga familja, edhe ato kanë një rol shumë të rëndësishëm. Është vërtet. Po për ty, si ka qenë? Përveç asaj që na tregove, lidhja me motrat, ka diçka që nuk do ta ndash kurrë si shprehje që mund të ta kenë thënë? Që ma kanë thënë prindrit. Mua prindrit nuk është se më kanë folur me kështu shprehje të mëdha, domethënë. Këto prindrit shqiptar zakonisht janë kritik, po edhe supportues si kanë patur. Çfarë mbaj mend është që më kanë mësuar gjithmonë të jem shumë mirënjohëse për gjithë mundësitë që më jepen dhe që t'i shfrytëzoj mundësitë që më jepen. Më kanë mësuar që të jem gjithmonë empatike me njerëzit, sa në ndonjë moment them sikur t'isha pak më e keqe. E them me veten time se gjithmonë jam shumë e mirë dhe ndoshta disa njerëz të sulmojnë të ato pikat e dobta, po që ti e shikon që je shumë e mirë, shumë e edukuar dhe marrin për dobësinë se kjo është budallaqe. Doja për shembull që prindrit më kishin mësuar edhe këtë anën tjetër të keqe, që të doja Kisha pak dosta më dinake. Po. Dhe domethënë më kanë mësuar të mirën prindrit e mi, që do thoja diçka, të jem mirënjohëse, të jem gjithmonë shumë e edukuar, shumë e sjellshme. Një shprehje, nuk e di. Sërse kam ndonjë shprehje që e kam gjithkohës në mendje, po dhe thjesht mirënjohja, edhe nëse e marrim si fjalë ashtu, një shprehje shumë e bukur do ta shquani. Po, është vërtet. A kanë qenë ato mbështetja që për të futur në botën e medias, apo ka qenë diçka jotja personale që ke dhënë
Shiko, vet. unë në fillim fare, unë kam bërë shkollën e kam bërë për ekonomi dhe biznes, te një shkollë e mesme, te shkolla teknike ekonomike, përshëndesim gjithë zyshat, kudo që ndodhe. Përshëndetje. Dhe pasi mbarova shkollën profesionale, shikoja që nuk e gjeja veten te ekonomia, te bizneset, te këto gjërat kështu. Dhe thash, okay, sikur të shikoj diçka që më përshtatet më shumë, dhe e gjeja më shumë veten tek muzika, e gjeja më shumë veten tek gazetaria, tek moderimi, tek televizioni, doja të isha në mbrapa sken. Dhe fillimisht, e gjitha eksperienca ime filloi tek radio televizioni shqiptar, që kisha një eksperiencë tek Posikuri, ke qenë te Posikuri. Po, kam qenë te Posikuri dhe aty e fillova dhe shikoja që ishte shumë energji e bukur, ato emocionet e para se diljen sken, ato momentet që merret atë mikrofonin edhe do flisje. Kishte shumë emocione, domethënë. Dhe më pëlqeu dhe e pash si mundësi. Në fillim fare kur e zgjodha gazetarin, isha shumë në mëdyshje me veten dhe prindrit e mi thanë, "Ç'ne gazetari ti?" Se isha, domethënë, një herë ekonomi, një herë gazetari, okay, jam marrë që e vogël me pjesën e artit dhe televizionit, kam pasur gjyshrit e mi që janë marrë me pjesën e artit dhe televizionit, ekranit, mami dhe babi gjithmonë janë marrë me pjesën e të bukurës, me kozmetikën, dhe e doja të bukurën, po që mendoja me veten time që kjo pjesa e ekonomisë dhe biznesit do m'japi të ardhura dhe kjo gjëja tjetër nuk të jep të ardhura. Dhe isha në mëdyshje me veten time që ç'a do zgjedh, po që në fund të ditës zgjodha atë që më kërkonte zemra ime, atë që doja ta bëja vërtet, që ishte televizioni, arti. E ku kam më mirë në fakt sepse të bësh atë që ke pasion, jo atë që mendon se do t'japi të ardhurë dhe në fund ditës nuk të jep ato përmbushjen shpirtërore. Nuk do isha e lumtur nëse do punoja ekonomiste për shembull. Do ishte një jetë që mendoj që s'do ishte për mua. E ka për mua dhe për Denis. Për shembull, mund të vazhdoj gazetare ekonomie, po me sa shoh, jem e fokusuar te moderimi. Do duhet të kishte ndonjë program tëndin. Program timin. Nuk e kam menduar. Më ke bërë një pyetje që nuk e kam menduar më përpara. Se unë jam angazhuar gjithmonë me njerëz të tjerë. Kam qenë me gocat te Shizoneri, me vajzat e Shizon Topit, dhe kam qenë me një podcast tjetër që isha me Xhetin, që e përshëndes shumë, që nuk e vazhduam dot si podcast për shkak të angazhimeve që kishte secili dhe donte shumë përkushtim si emision. Dhe e lam përgjys 2 episode bëm dhe e lam përgjys dhe atë podcastin, por që të kem një podcast timin, për shembull, ose një emision timin, nuk e kam menduar. Po, nëse do kisha, do doja që të kishte lidhje me këngën, me artistë të rinj, me njerëz që me fytyra të reja, domethënë që do donte ndoshta publiku të shikonte, se mendoj që mungojnë personazhet e rinj, mendoj që mungojnë njerëzit e talentuar që t'i jepet pak më shumë zë. Dhe do bëja diçka të tillë, do t'i jepja zë personazheve të rinj dhe të talentuar. Është shumë e vërtetë në fakt që shikojmë në televizion që janë po të njëjtat fytyra dhe nuk japen radh për rinin. Dhe është e trisht. Dhe me që jemi te kënga, tani sapo ka dalë, është publikuar kënga më e re, projekti muzikor i yti. Po, me Xhanin. Dhe un jam shumë i lumtur dhe do të pyesja si erdhi si ide. U bazuar në një eksperiencë konkrete? Po, ja, do ta shpjegoj të gjithën tani. Unë me Xhanin, të dashurin tim, domethënë, kemi gati më shumë se një vit që përgatitemi për një këngë. Kemi shumë këngë në arkiva, nuk është vetëm kjo. Kemi punuar shumë në studio, por po mendojmë që t'i nxjerrim avash avash dhe të jenë, domethënë, të mirëmenduara shumë njëra ato këngë. Nuk duam që t'i djegim në thonjza këngët, sepse duam që të investojmë fiks për këngët. Kjo ide erdhi që në momentin që unë isha në Shizon Top dhe pasi mbaroi Shizon Topi dhe unë e eliminova, ishte momenti që do shkoja tek Shot Clubi që do flisnin pas eliminimit tim. Dhe unë nga që kisha falenderuar tani të dashurin tim, kishin kërmuar dhe kishin parë që Xhani ishte këngëtar, se unë e thash që e përshëndes është artiste një këtë botë, pasi u eliminova, kishin kërkuar që ishte këngëtare, kështu edhe filluan të më ngacmonin aty. Dhe unë aty, edhe për të dalë pa nga situata, thash që kemi projekte bashk, gjëra të tilla, ndërkohë që ne kishim shkruar këngë dhe gjëra kështu, nuk e kishim menduar që ta bënim kaq serioze vërtet një këngë bashk. Domethënë, e kishim menduar, po jo që do vinte kaq seriozisht një këngë, një projekt i mirëfillt i realizuar kaq shpejt nga ne të dy. Dhe thjesht kjo gjëja na detyroi në thonjza që duhet ta hidhnim atë këngën. Edhe kemi
një vit që jo vetëm me këtë këngë, po punojmë edhe me shumë këngë të tjera. Dhe tham, okay, bëjmë këtë projektin, e realizuam, doli me sukses, tani inshallah po ecëm. Kështu. Është vërtet, unë e dëgjova një fragment dhe është shumë këngë ritmike dhe kafshme. Verore. Nuk është fiks në stilin tim në fakt, se mua më pëlqejnë këngët që kanë pak volum, kanë pak potencial për të kënduar, sepse di ti këndoj, po që kjo kënga ishte pak vibe verore, femërore për stilin tim. Po, është vërtet, kështu që unë të uroj më të mirat dhe të arri sa më lart, se me të vërtet është një këngë e bukur që do ta quaja hiti verore 2026. Po, të kalojmë pak edhe tek pjesa e ekranit, se me që je bërë pjesë e gazetarisë, patjetër edhe së shpejti shpresoj që të shojmë me një emision tëndin, ashtu siç e përmendëm. Të lumt goja. Dhe do doja të dija, bazuar në figurat që kanë qenë pjesë e televizionit, që tani më nuk janë më. Po. Është dikush që të ka inspiruar ose që do doja që të ishte përsëri pjesë e televizionit? Figurë që do doja të ishte përsëri. Ose edhe thjesht të ka inspiruar për të bërë kjo që e thon. E dikush më inspiron vërtet shumë, një figurë më inspiron Alketa Vesiu. Më pëlqen shumë se më duket shumë profesioniste në atë që bën, më duket shumë e talentuar në fusha të ndryshme. Dhe mendoj që sa çereku asaj të isha unë, mendoj që do ishte shumë okay. Këtë figurë mund të them që më inspiron shumë Alketa Vesiu për sa i përket televizionit dhe ekranit. Mendoj që është më e mira dhe më profesioniste në atë që bën. Edhe një gjë tjetër që me të vërtet mua do më prekte për shembull, nëse flas nga ana personale, po për komentet si reagon, i lexon, i shikon? Shiko, do them diçka do të tingëlloj pak e çuditshme, po unë për shembull kur marr komente negative kënaqem. Sa thua? Kënaqem sepse e di, mendoj me veten time nëse nuk më komentoj negativisht do thotë që nuk kam arritur asgjë. Ka diçka që nuk shkon. Po, ka diçka që s'po shkon me mua dhe në momentet që unë marr vetëm komente pozitive, them okay, nuk pas kam dhënë më të mirën time këtu. Okay, dua komentet pozitive patjetër, se më motivojnë për të ecur përpara, po e di që edhe komentet negative të inspirojnë për të ecur përpara, se ti ke dhe ato hatersat nga mbrapa që të komentojnë negativisht, që të inspirojnë që të bësh më mirë, ose të kritikojnë, ose nuk e di, e shikon veten dhe me sytë e tyre. Kështu që mendoj që nuk është se më ndikojnë komentet negative. Mendoj që i marr pozitivisht dhe ato. E ku ka më mirë? Nëse nuk ka një koment negativ aty, një gjë e vogël nuk shkon. Një gjë nuk shkon me mua, the me veten time çfarë nuk shkon me mua që nuk po më komentojnë njerëzit negativisht. Fakt, për mendimin tim ose me aq eksperiencë kam, domethënë rrjetet sociale, unë e krahasoj gjithmonë eksperiencën time me atë me mamin tim, edhe kur shikoja që i jepni një koment negativ mamit tim, unë gjithmonë prekesha shumë. Kur më japin mua, o them shqyr, është më duhet të shkruaj. E shikon, e ndjen atë që ndjen dhe unë, domethënë. Kur shohim televizorin, themi wow, sa shumë drita, sa shumë energji, sa shumë muzikë, po çfarë fshihet pas? Sepse unë dua të kalojmë tani tek ajo pjesa pas televizorit, pas ekranit, bota mediatike, sa e vështirë duket. Do them diçka që do tingëlloj pak komike, çfarë fshihet pas ekranit janë ulërima në kufje. Ulërima në kufje, po që ato ulërimat në kufje të bëjnë të ecësh përpara dhe të bëhesh më profesioniste se ç'je. Pas televizionit, normalisht nuk ka vetëm gjëra të bukura. Ka momente që mund të kesh debate, ka momente që nuk ndihesh mirë, nuk ndihesh në më të mirën tënde për të dhënë maksimumin, ka shumë momente që ndihesh nuk ndihesh aty ku duhet, ku do ti të jesh për të dhënë maksimumin tënd. Për shembull, mua më ka ndodhur ku kam qenë në emisionin Shizoner, momentet e fundit para se të largohesha, e shikoja që nuk isha aty ku duhet. Nuk e shikoja veten që po jepja maksimumin tim dhe kur doja të flisja nuk e kisha energjinë e duhur për ta bërë. Ndoshta ndikon edhe nga energjia përreth, ndoshta nuk e kisha energjinë e duhur me gocat, ndoshta nuk e di se çfarë nuk shkonte mirë. Ndoshta edhe kimia me partnerin ka të bëjë shumë, domethënë edhe bashkëpunimi ndoshta edhe mbrapa kamerave. Jo, unë me gocat për shembull shkoja shumë mirë dhe më motivonin që unë të flisja ose nuk e di çfarë nuk shkonte me mua në atë periudhë. Nuk do të thotë për shembull unë me Gensi mund të shkojmë shumë mirë si miq, po ndoshta ndonjë punë nuk ka kimi në radio për shembull, mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë edhe kjo konkurrenca se zakonisht, të gjithë njerëzit që dalin në televizor kanë shëvaton minutat ekstra për veten e tyre. Patjetër, po. Janë këto gjëra që ndodhen. Po që me gocat kam shkuar shumë mirë vërtet edhe mundoheshim t'i lënim hapësirë njëra tjetrës për të folur.
thjesht në ato momentet para se të largohesha, më duket sikur isha konsumuar shumë. Është ajo ndjesia që se unë direkt nga Shizon Topi, që Shizon Topi ka qenë një emision që kishte shumë agent të ngjeshur dhe unë nuk kisha mundësi as të haja buk, as të rria me të shtëpis, as të bëja asgjë me veten time. Unë isha gjithkohës aty në Shizon Top, nga ora 5 e mëngjesit që ne niseshim për diku deri në 1 të natës unë që isha në shtëpi, domethënë. Një ditë e tërë. Një ditë e tërë ishte xhirime. Dhe të nesërmen unë mund të kisha Prime-in që duhet bëhesha e bukur, do shkoja që në mëngjes të lyesha, të rregullohesha, Prime-i mund të zjaste deri në orën 2-3 të mëngjesit. Ishte eksperiencë super e ngjeshur që mund të them që ka qenë si shkollë për mua, sepse në Shizon Top e mësova se çfarë do thotë televizion dhe ekran. Dhe do doja të kisha vënë më shumë, sepse kam qenë pak e tërhequr. Mendon se me që po flasim edhe për Shizon Top, mendon se skualifikimi jot ishte i padrejtë? Po, patjetër që e mendoj. Domethënë, e mendoj që mund të kisha shkuar të paktën deri në gjysmëfinale me gocat që kisha dalë për të skualifikuar, domethënë. Por mendoj që dhe nëse do kisha dhënë unë më shumë nga vetja ime, do përmirësoja ecjen, do isha pak më shumë aktive, ndoshta mund bëja pak më shumë show apo debate, do shkoja deri në gjysmëfinale. Dhe pendohem për këtë gjë që pse s'e kam bër, sepse nëse do ta kisha bër, do kisha shkuar të paktën në gjysmëfinale, se unë nuk e kam thënë kurrë me gojën time që jam modele dhe nuk e kam caktuar veten si modele, nuk e shikoj veten në modeling që t'isha në finale apo pretendente për fituese, por që mendoj se meritoja tisha deri në gjysmëfinale. Ke parë, më fal Genis. Po me shërimi këtu të modelingu janë edhe tema gocash. E ke parë që ndoshta në televizion ose në emisione si Shizon Topi, zakonisht zgjidhen goca që ndoshta janë të zhurmshme? Jo vetëm të zhurmshme, por ndoshta nuk janë edhe më të mira për modeling. Ose ndoshta edhe thjesht në fund të ditës unë personalisht mund të mendoj që ajo e fundi që fitoi nuk ishte e durë, se nuk ishte dhënë maksimumin e saj. Mendoj që edhe tek sezoni jot ndodhi pak a shumë kështu. Mendoj që nëse marrim për pjesën e Rigeldës, Rigelda e ka fituar, ka qenë fituesja, ka qenë e kompletuar. Kur e shikoj tani më mbrapa, thjesht Rigelda nuk është përfshirë shumë në show apo në debate, por për pjesën e modelingut mendoj që ka qenë shumë mirë dhe ka qenë plotësisht e merituar, duke qenë se ishte edhe super natyrale, duhet ta theksojmë këtë gjë, ishte natyrale e gjitha. Ishte e përzgjedhur nga shumë biznese për të qenë imazhi shumë bizneseve. Mendoj që e ka patur të merituar Rigelda, patjetër. Kristina, dua të pyes për diçka tjetër, sepse the që shumë debate, shumë zën ka. Mendon se televizionet shqiptare kanë nevojë për më shumë emisione që janë të qeta, të bukura, argëtive? Patjetër, po, patjetër. Kësaj zhurmë dhe rrëmuje, patjetër. Mendoj që patjetër që ka nevojë, sidomos për emisione që të promovojnë fytyra të reja dhe talente të rinj, sepse mendoj që ka mbetur Shqipëria shumë brapa me të njëjtat fytyra që 20 vjet. Dhe mendoj që duhet të promovojnë më shumë talente dhe njerëz që punojnë. Sepse për të bërë show, nëse futem unë dhe tani bëj show dhe zihem me ty apo me ty, plas rrjeti edhe marrim klikime, marrim lek, ndodh çfarë do lloj gjëje që duam ne të ndodhi. Por është një audiencë që ne na ndjek, që duhet të kemi pak etik dhe duhet të mbajmë pak përgjegjësi për atë audiencë që na ndjek. Kështu që mendoj që ekranit i mungojnë talente, i mungojnë fytyra të reja dhe i mungojnë emisione edukative më shumë. Se fundja pas të gjithave, vlerat mbeten në historinë dhe memorien e çdo njeriu dhe kjo është më e rëndësishme. Unë jam pro kësaj që më mirë të hecesh me hapa të ngadalë dhe të sigurt, se sa me një hap shumë të shpejt edhe të mbahesh mend vetëm për një muaj dhe pastaj mos mbahesh mend. Domethënë jam pro karrierës së sigurt, të siguruar, të gjatë edhe me hapa të ngadalta. Nuk jam pro kësaj direkt hidhu, bëj show, bëu personazh brenda një muaji edhe më mbrapa të harrohesh. Shumë vërtet, është shumë e rëndësishme afatgjatësia në çdo karrierë. Edhe nëse ndoshta karriera që ke zgjedhur momentalisht në një të ardhmen nuk do përputhet më me interesat e tua, është e rëndësishme që të gjesh diçka tjetër që po aq shumë e dëshiron dhe ke pasion për të. Unë dua të ndalem pak edhe tek pjesa e rinisë, sidomos në Shqipëri. Të rekomandoje një të riu që të shkonte për gazetari?
Po flisja me Genin Shpar edhe po I thoja që atë pëlqen gazetaria sepse realisht I shkon. Ju shkon të dyve në fakt. Por të ardhura nuk ka gazetaria. Duhet bësh personazh që ti të kesh të ardhura, duhet të sakrifikosh për kohë shumë të gjatë që ti të kesh të ardhura më mbrapa. Por gazetaria në fillimet e veta është super e vështirë. Nuk të ofron fare të ardhura, nuk të ofron atë që ti dëshiron dhe mendon se do të ofroj, është e vështirë sepse nuk je dot gazetar profesionist në median që është sot, siç thash, që duan të bëjnë vetëm zhurmë. Dhe nuk do t'ja sugjeroja një të riu. Unë e zgjodha, por mendoj që nëse do ktheshe pas kohë do e ndryshoje? Nuk e di. Mendoj që do ta ndryshoja dhe do futesha për regji. Nuk e di atë do ta ndryshoja, sepse gazetaria, gjithmonë kur themi gazetari ndalemi më shumë te kjo pjesa te kronika zez, tek terreni, gazetar që është gazetar profesionist, po. Nuk ndalemi tek moderatorja dhe mendoj që moderatorin mund ta bëj edhe pa shkollën e gazetarisë. Po. Shumë e vërtet, ka plot moderatorë që nuk kanë fare patjetër. Thjesht lexojnë, kanë artikulimin shumë të mirë, kanë zërin shumë të mirë për radio dhe vazhdojnë këtë gjë si rrugë kanë ëndër. Pa shkollë fare dhe ka shumë të talentuara që e bëjnë këtë gjë. Kështu që mendoj që nuk do t'ja sugjeroja një të riu ta nxitë gazetarin, vetëm në rast se I pëlqen terreni apo I pëlqen kronika zez apo I pëlqen të hetoj. Vetëm në këtë rast mund t'ja sugjeroja dhe t'i thoja do të shkonte të bësh gazetar. Në rastin e Genit I shkon më shumë moderator, kështu që nuk do ta sugjeroja ta bëj gazetari. Shumë e vështirë. Kristina, për të ndalur edhe pak tek jeta jote sociale, si është Kristina me miqt? Me miqt, unë jam shumë e mirë me miqt. Nuk dua që të mburrem dhe të dal kështu sikur, po jam shumë e dashur, jam shumë sociale, jap shumë dashuri. Nuk kam shumë miq, nuk mund të them që kam shumë miq. Do me thënë, miket e mia të vërteta janë gjithmonë motrat e mia, po kam një rreth të madh shoqëror që e respektoj dhe më respektojnë dhe gjithmonë dua që t'i lej dyer të hapur me njerëzit, kështu që mundohem t'jap gjithmonë atë energjinë time më të mirë dhe ta marr mbrapsht atë energjinë time më të mirë. Me shokët dhe shoqet jam shumë e dashur, shumë sociale. Ndonjëherë jam ai shpirti festës argëtues që flas shumë, ndonjëherë them mos më flisni se jam Terezi, po që di të them që jam shumë reale. Gjithmonë me miqt mundohem të jem sa më shumë reale edhe sa më suportuese në ëndrat e tyre. Kristina, në çdo episod kemi një lojë dhe që mundohemi ta bëjmë sa më të afërt për të ftuarit tan. Në këtë rast rregulli është I tillë. Ne do t'japim një situatë saktuar. Ti mund ta superosh duke kënduar vetëm një këngë që të lidhet me të, ose mund të thuash një titull këngë që të lidhet pikërisht me situatën. Ose me ndonjë emocion fytyre, meqense përmendëm edhe modën. Po, okay. Për shembull, ta nisim me të parën, fillimi I një kapitulli të ri. Fillimi një kapitulli të ri, ta bëj me këngë thua ti? Për shembull do thoja I feel good. Na. Po, fillimi një kapitulli të ri është gjithmonë kështu, siç e përshkruajt e ti. Ke përballë Kristinën e vogël. Po. Një këngë për Kristinën ose një emocion që të vjen kështu, ndonjë fytyrë. Mua më duket sikur kam mbetur prapë ajo Kristina vogël. Duket sikur s'jam rritur kurrë. Nuk e di, nuk po më vjen ta bëj tani këtë lojën, po Kristinën e vogël. Kristinës vogël thjesht më vjen të jap një përqafim. Ndoshta. Okej, mund ta kthejmë edhe me një emocion ose me një se nuk po më vjen tani një përgjigje. Do të thënë e rëndësishme është rregulli kryesor është të thuash diçka apo të bësh diçka për këtë përgjigje, sepse fundja këto janë pyetje që lidhen vetëm me ty edhe çdo emocion, çdo gjë pranohet. Për shembull, ka arritur një ëndër që ke shumë vite që e mban në sirtar. Ua, po më bën pyetje tani që për shembull kur e kam imagjinuar mund ta lidh për shembull me këngë ose këto ç'a jam, po nëse do realizoja atë ëndrën, thjesht do isha duke qarë me lotë, do isha duke shpërthyer, duke qarë. Je në një skenë me një audiencë të madhe dhe po këndon hitin tënd të fundit. Wow, kjo do ishte, nuk e di, do ishte perl si gjë. Do isha shumë emocionuar, edhe për këtë do qaja. Jam shumë e do qaja. Po ja, edhe pas thirrma wow, është një përgjigje. Nis një udhëtim në një destinacion që nuk e di ku
përfundon. Prap do qaja. Do qem tani të gjithë bashkë. Cilni disa lot artificial shpejt. Po, të lot kështu qajmë. Ke mundësi të rikthesh një moment të bukur nga e kaluara? E disa momenti do ktheja? Gjimnazin. Për zotin, më ka marrë shumë malli për gjimnazin. Mendoj që shoqëria aty më ka marrë shumë malli për çdo njeri. Ato momentet e mira dhe të këqija që janë, doja që t'i ktheja prapë gjimnazin. Unë dhe Geni si mezi po presim mbaroj. Jo, shiko kështu mendoja dhe unë. Po në momentin që do futeni në universitet dhe do ta shikoni se si funksionon kur rritesh dhe nuk je më në gjimnaz, do ta kuptoni që është kohë shumë e bukur që duhet ta shihoni. Si ajo që gjërat që i ke, po, nuk ja din vlerën, po kur largohen pastaj fillon të gjet njeriu të karari. Po mirë, ti e takove Kristinën e vogël Po. nga Helga. Po Kristinën pas 10 vitesh, Si e mendon? Kristinën pas 10 vitesh e mendoj me një karrierë më të madhe, e mendoj që do ketë realizuar shumë objektiva në jetën e vet që i ka. E mendoj me disa hite, do me thënë kështu, shumë të mëdha. dhe pas 10 vitesh do me thënë e mendoj personazh. Kristina Korrën e mendoj personazh. Pas 20 vitesh e mendoj që mund të bëj edhe ndonjë koncert në stadium ose do të kem emisionin tim që do ta moderoj vetëm unë, diku, nuk e di. Po që e mendoj mendimi. Dhe e rëndësishme është që ne të dy duam 2 bileta Po. për koncertin tënd të parë. Patjetër, falas direkt. Shumë faleminderit. Kristina, çfarë do të thotë për ty bio? Bio. Do me thënë të jem kështu si që jam unë. Do me thënë këtë që unë kam bërë gjithë jetën time dhe vazhdoj ta bëj, të mos e humbas veten time as pas 10 vitesh kur të jem personazh dhe as pas 20 vitesh kur të jem një diva, në thonjë, sa po e them kështu. Bio është të jem unë, të jem prap ajo Kristina vogël siç jam tani dhe mbas shumë vitesh. Dhe nëse të shkruaja vetes një fjalë apo një frazë, cila do të ishte pikërisht ajo fjalë me gërma kapitale? Duro. Kjo do ishte. Duro. Durimi, Sepse çelësi mendoj suksesi. që durimi është çelësi i suksesit. Mendoj që të jesh impulsiv të shkatron çdo gjë. Dhe mendoj që durimi mua më ka çuar deri këtu ku jam dhe nëse do duroj më shumë do shkoj dhe më lart. Kristina, para se ta mbyllim, do na këndosh pak nga kënga jote e fundit? Po, patjetër. Do këndoj vetëm refrenin? Po. Mund të të ndihmoj me diçka ne? Okej, se Ne nuk kemi vesh për muzikë, po kjo ofrohet. po, kështu që Tani, po këndoj vetëm refrenin. O valla Unë më qani për to, kur s'kom ni për asnjë, e kur në prej koha dalon, veç me to du me kon. shumë Bravo, shumë faleminderit. e bukur. Faleminderit. Të shkon shumë si këngë, shumë. Është me vërtet shumë për ty. Po, Thjesht për ty. faleminderit. Është edhe Fiks. të bën të ndihesh sepse është edhe verore, ke Po. parasysh. Më pëlqen me vërtet kjo kënga, megjithëse kam këngë shumë herë më të bukura, po nuk dua t'i këndoj se do t'i prish atë lezetin. Jo, Që të dalin avash avash, nëse do jeni këtu në studio, më thrisni kur të doni, unë Do këndoj vi me prapë. gjithë qef. Do Po, këndoj prapë. vi me gjithë qef. Do bëjmë një Po, episod do që bëjmë do provë. këndoj. Ti do na mësosh neve duhet këndoj. Ne sonojmë, një ditë e provuam fakt me Gjenës që të këndojmë, më ishin Vërtet? ca kalamaj që po vetëm erdhën dhe na thanë ju s'dini të këndoni. Dhe e rëndësishme është që kamerat ishin të fikura. Po, kjo është e rëndësishme. Po këndonit për qef, për ta Për shef, shijuar. për shef. Po. Ariana Grande aty. Vdes për Arianën. Sa do thoje që ti e ndjek Ariana Grande. Po, vdes për Arianën. Okej, më shihemi te kjo pjesa, cila këngë pëlqen më shumë? Gjithë albumet e Arianës, çdo gjë që ka të bëjë me Ariana Grande, unë vdes për Arianën. Është Side to Side. Ariana është, Torse. Po, për zotin vdes për Arianën. Nëse ka dy persona në muzikë që mua më inspirojnë dhe më frymëzojnë, janë Ariana Grande dhe Elvana Gjata. Vdes për të dyja, një mix i tyre mund të them mund t'isha unë. Shpresoj. Se jo në tarmen. Po. Ndoshta edhe një version më i mirë se Po. ato. Kristina, shumë faleminderit që ishte në Faleminderit Biu, ju. ishte një bisedë shumë e këndshme ku folëm për fëmijërinë, familjen, pasionet e tua, gazetarinë. Unë mendoj që si çdo episod që shkon,
vjen shumë mirë ku ka të rinj ambiciozë dhe që frymëzojnë realisht ndoshta njerëzit pas kamerës. Po. Edhe ato që na shikojnë nga shtëpia. I përshëndes të gjithë të rinjt, edhe e vetmja që dua t'ju them është që të ndiqni zemrën tuaj dhe të bëni gjithë ëndrat që keni realitet, edhe t'ju gjeni, edhe gjithashtu, sepse jeni shumë të talentuar vërtet, edhe përpos shkollimit dhe profesionit që do keni, mos i lëni ëndrat tuaja kur pas. Kristina, shumë faleminderit. Faleminderit, ju jeni shumë të mirë, faleminderit shumë për ftesën. Kaluam nga një fjalë në një fjali, në një mendim, pastaj në emocion dhe më rëndësishmja në një kujtim. Sepse edhe ky episod i tillë ishte, mos harroni, një kujtim duhet ndarë gjithmonë me miq të mirë dhe bëni një like aty. Edhe një subscribe, por megjithatë, kur mos harroni që të jeni autentik. Ne do të shihemi së shpejti.